Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Kemi qenë duke u shoqëruar me një temë para 2 javëve e me tutje, me të cilën temë do të shoqërohemi edhe me tutje, praktikisht me një cikël të ligjëratave para hutbes për kujtime të përgjithshme, të cilin e kemi adresuar si kod i mirësjelljes. Për faktin se kemi thënë dhe mbi këtë bazë e kemi ndërtuar këtë cikël të këshillave të ligjëratave, se në ditën e gjykimit mësë shumëti, mësë rani, mësë shumëti do të sjellja jonë, qasja jonë, kjo mësë shumëti në ditën e gjykimit ka me pëshu. Karakteri është një gamë e gjërë e veprave, e vlerave, ngërthen veti shumë qka. Fjalë të mira, sjellje të mira, qasje të mirë, vepra të mira e shumë të tjera çështje të cilat jemi duke i trajtu. Kemi filluar në mënyrë zinxhirore këtë temë, kodin e mirësjelljes me trajtu nga ata që prioritet ju ka dhënë Allahu. Kemi thënë prioritet mbi të gjithë njerëzit Allahu ju ka dhënë prindërve. Në ballë të gjakut, unë po shprehna me gjuhën e popullit tonë. Në balë të gjakut vendosen prind, pastaj të tjerët, pastaj madje edhe musafiri. Edhe musafiri nuk ulet në balë të gjakut, përkundër që musafiri ka pesh, ka vlerë, jemi porosit me respektu musafirin, amo venin e një këshirit së në zënë. Venin e babës së në zënë as musafiri, lere mua fëmija. Kemi folë për këtë kategori dhe kemi folë për fqinësinë e mirë dhe kemi folë për farefisin, sot do të flasim për një kategori po ashtu të veçantë të shoqërisë, për kujdesi për këtë kategori tregon, kisha me thonë, skajshmërinë e humanizmit në fenë tonë. Ose është pjesa më kulminante e vlerave. Do të flasim për kujdesin e jetimit ose jetimëve. Gjithsesi temë njohur për gjithë neve, po ja që kemi nevojë, dhe ne që kemi ndëgju shumë për këtë temë ndëgju, e gjithsesi gjenerata e re ka nevojë që t'i merr informatat nga dora e parë, pra të ndëgjon për këtë shtresë se pse feja jonë kaq shumë e ka respektu jetimin. Çka është puna e jetimit? Kush janë jetimët? Kush quhet jetim? Çka do të me bona për jetimin? Çka thot Zoti për jetimet? E kështu me radhë. Pra në radhë parë vëllezër, duhet ta kuptojmë që jeta e kësaj bote ka sfida, ka sprova, dhe ne asgjë bashkë me juve nuk dim se çka do të ndodhë me fatin tonë, e as me fatin e trashëgimtarëve tonë, të fëmijëve tonë. Mirë po, mësimet hynore gjithmonë na para përgatitin që në çfarë do situate që neve të na ndodh, na ta te kalojmë atë situatë në mënyrën më të mirë dhe të vazhdon zinxhiri i jetës pa u ndërprer. Pra, jeta ka smundje, jeta ka luftra, jeta ka fatkeqësi, sepse tërësia e këtij globi është sprovë. Tërësia e kësaj bote është sprovë. Allahu na ka kriju në këtë botë me adhuru Allahun, por dhe për të na testu, për të na sprovu. Asgjë nuk dim na për sprovat. Madje me ditë dikush që ndodh diçka e keqe në xhami vjen. Me ditë që në xhami ndodh diçka e keqe nuk vjen. S'po shefet sot në xhami. Lere moja është xhamis. Po alhamdulillah që Zoti nuk na ka njoftu për ato që do të na ndodhin, sepse pastaj kjo nuk na lën rahat, nuk na lën të qetë. Por e qysh po stabilizohemi na? Çka kem
Na si muslimon, çka kemi një standard veçantë që se kanë tjerë? Është imani. Besimi është që na kuilibron në mes frigës së asaj që ka për të ndodhur dhe realitetit që jetojmë. Për atë arsye ka dhe nga shoqëria jonë, nga mesi jonë, nga komuniteti jonë që jeton me tut, me frikë, me fobi. Po tut na po vdes. Mirë, kjo më tut që po vdes është shumë mirë, na e konsiderojmë pozitive. Atë çka i vjen, ai të falë, jo valla, s'jam të falë. Po çfarë po bën ti? Valla po tutna, vetë po tutna po rri çështo. Jo, nuk është kjo. Si tani më fal tani tuta hiqet vet. Se Zoti çështë e kalon. E kum shpjegu këtë tim, nuk po duam ju kthy veç pjo për kujtoj. 14 citate në Kur'an Zoti ka përmend qysh veprat e mira me kalimin e kohës e largojnë frikën për njeriu. Adhurimin ndaj Allahut, namazi, haxhi, bamirësia, ardhja në xhami, këtë këto tu i demonstru vetë frika largohet se s'ka vend më aty. Sepse nuk bashkohet në zemrën e besimtarit imani edhe frika për diçka që ndodh në jetën, domethënë ajo që është e papritur. Frika e natyrshme është e natyrshme. Pra ka frikë që është e natyrshme. Si të qoftë, pa u degëzuar shumë, do të flasim për jetimin ose për jetimet. Pra kategoria më e ndihshme e shoqërisë. E përderisa është kategoria më e ndihshme e shoqërisë, për atë arsye dhe shpërblimi më i madh është për çit kategori. Sevapi më i madh, saqë mja përshku kokën me dorë, mja prek kokën e jetimit, sadak. Le mo mi dhon diçka, le mo mi fol mirë, veç ja ke qit dorën për mi kry, e ke ledhatu. Sadak. Pra që kjo rregull në Islam, el jazau min jinsil amel, dietarët e kanë përpilu këtë rregull. Thonë, shpërblimi është sikurse vepra. Vepra madhështore, shpërblimi madhështor. Vepra shumë e keqe, shpërblimi shumë i keq, shumë i dhimbshëm. Kjo rregull. Kush e jetimi, vëllezër? Çka quhet jetim? Çysh do të me trajtoj jetimin? Në shoqërinë tonë shpesh ndëgjojmë prej njerëzve ka njëherë kundërthanie me realitetin asaj që e ka trajtu Zoti i Madhërisëm, ose që është realitet. Në shoqëritë na shpesh herë jetim e quajnë ata që i ka dek nana. Fëmijë që i ka dek nana, kjo është jetim. Jo, vëllezër. Jetim të njerëzit, pavarësisht konfesioni fetar ose etnie. Jetim quhet atij që i ka vdek baba, pa qenë fëmija në moshën madhore. Që është jetim? Ose që i kanë vdek të dy prind. Që kjo quhet, pse tash dikush të hoxh, po pse nëse i ka vdek nana, babën e ka gjallë, pse s'quhet ai jetim? Sepse baba e ka obligim mu kujdes materialisht për fëmijën, jo nana. Për atë arsye quhet pra fëmiu fetarisht, po flasim, njeriu quhet jetim që i vdes baba para moshës madhore. Në momentin që arrin moshën madhore nuk është më jetim ai. Madje nuk shpërblemin edhe nëse japmi për jetim, u kry faza jetimllakut, se tash ai fillon me standardet normale të jetës. Na e kemi kujdesin që se ka babën, por edhe në gjuhën arabe, çfarë kuptimi ka nocioni jetim? Një prej nocioneve është el-infirad, vetmia. Jetimi thonë në gjuhën arabe atij që është i vetmuar. Pse? Se ka babën. Nonën e ka, po babën nuk e ka, i cili do të bëhet pjesë e jetës tina në vazhdimsi. Quhet edhe ghafle. Jetimit i thonë edhe ghafle, pa kujdesi, sepse njerëzit e harrojnë. Harrojnë që ky duhet të kujdes për to se s'ka babë. Në gjuhën arabe çështja jetimi e ka kuptimin, ndërsa në aspektin fetar, terminologjik, jetimi thonë atij që i ka vdek baba para se me qenë fëmiu në moshën madhore. Gjithsesi të ndershëm vëllezër, që këtë temë për shkak ndjesisë së saj, i mundu me nda në dy pjesë, sa do të flas ajetet e Kuranit që flasin për jetimin, çësia kuranore për jetimin, pastaj do të flasim në rrafshin praktik, pra në hadithe ose në thonit profetike që është trajtu jetimi. Gjithsesi që nëse i qasemi citateve kuranore lidhur me jetimin, gjejmë citate të ndryshme
të formateve të ndryshme që neve Zoti i Madhërisht na sugjeron çastin që duhet ta kemi në raport me jetimin. Radha e parë, se në radhë parë porositemi për anës të Allahu xhelle xhelaluhu që çastjen humane njerëzore, para materiales, çastjen humane njerëzore ta kemi korrekte, që i bjese, mos t'i ofendojmë, mos t'i fymë, mos t'i bojmë përjashtues të shoqërisë, mos t'i bullizojmë, e të ngjashme citate që unë disa prej tyre po duam edhe me i cek. Thot Allahu xhelle xhelaluhu në surën ad-Duha, fa amma al-yatime fala taqhar. Allahu po thot, sa i përket jetimit, mos e largoj jetimin me të keqe. Pra, edhe nëse jetimi, sa edhe është fëmijë, jetimi është fëmijë si këtë fëmijë tjerë. Mirë po, qasja jote ndaj jetimit mos tjetë sikur se fëmijë tjerë. Pra, mos e përboz. Që ky është mesazhi i Kuranit. Mos e bë kahre. Fjala kahre është kuranore, pra. Këta këtë shprehje e din të moshunit. Filani po dike me të bë kahre. Çka i vjen? Dhe më thonë me të ketë shtrajtu. Fjala kahre është për fjale e Kuranit. Allah bët, fa emel jetime, fela taqhar, mos e bë kahre jetimin. Që i vjen? Mos e prit keq, mos e trajto keq, jim të fun nga aspekti emocional edhe social. Pastaj thot Allahu xhelle xhelaluhu, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. A e ke pa, thot Allahu, a e sheh ato që është mohues i fesë? Çashtu ju bind, shejtani ka përpara, e ky tash që është mohues i fesë, çka din me bën ky? Çfarë skandale din me bën ky? Allahu na tregon. Nuk na lën neve na me dhon komente. Çka thot Allahu? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Prej skandaleve që i bën ky që i mohon fen, është se ky e përzan jetimin. E largon, e përzan, e nënçmon, e përbuz. Pra, nëse sheh të një musliman, që mund me konë musliman, ma dje dhe namaz falis, pe bon njëtin vepër, e këshka mi thonë të ashti, ky ka problem me dopsit imanit. Ky person ka problem me dopsit imanit. Sepse, parimisht, imani, besimi, në Allahun xhelle xhelaluhu në nëzit, në motivon me dasht jetimin, me respektu jetimin, me afru jetimin. Sepse na thamë, kokën mja lidhatu jetimit, kem sadak, kem sevap të Zotit Madhërisht. Sepse jetimi në një farform është pa krah, se ka babën. Tani mos me pas edhe agjen, edhe tjerë, hala më i shtohet vështërsia. Prandaj, këto citate dhe të ngjashme kanë ardhur si motiv që ne t'jem t'i shëndrojmë prapa tyre. Pastaj Allahu në suratul Fajr, citatën 17 thotë, Kella bel la tukrimune el jetim. Jo, nuk është ashtu. Jo, nuk për respekton jetimat. Pra, Allahu xhelle xhelaluhu, kur flet për vërejtjet që ja bën njerëzve, robëve të tij, ndër tjerash, pra, na përkujton që nuk mundi me mri shkallë të lartë të devotshmërisë, edhe të karakterit, edhe të humanizmit, nëse ju i përzeni jetimet, nuk i respektoni jetimet, nuk interesoheni për jetimet. Interesimi tani për jetim o vëllazër, i përfshin disa dimensione për te i kësaj. E kam shpjegu këtë hadith para disa ligjeratave, jo shumë larg, edhe do të na vije prapë në mënyrë detajune, po tani po e ceki në formë përsëritjes. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, ai apo aja që kujdeset për gratë e veja, e ka shpërblimin e namazliut të natës, agjërusit të ditës dhe luftarit në rrugën e Allahut. Ai ose aja që kujdeset për gratë e veja. Gratë e veja që kanë vdek burrat ose të divorcune. E tash, qysh me lidh që temën tonë me qëtë hadith? Pa e gruja vej, zakonisht ka fëmijë. Ata e fëmijë pa babë. E përderisa janë pa babë, ata nëse ti pra kujdesesh,
Llogarit e ki shpërblimin të Allah si mu falë të natën. Namaz nafile, e të e di çfarë vlerë ka namazi natës të Allah. Po jo vetëm kaq, e ki shpërblimin edhe të agjeruesit ditës, të e di çfarë sevapi ka agjeruesi që agjeron vullnetarin të fol gjithmonë, jo fals. Edhe shpërblimin e luftarit në rrugt të Allahut, të e di çfarë shpërblimi ka. Veç pse ti e kujdes, vëllezër, vërtet këto gjana dojnë trajtim praktik, jo veç teori, dojnë trajtim praktik. Na jemi një shoqëri që hala varët, plagët e kena të hapura pe luftës. Hala ka gratë veja, tash e kanë kalu ata fëmijë periudhën e jetimllakut, se janë bë burra, ndoshta janë bë edhe gjysh. Që i ka zonë lufta, ju kanë mytë baballar në luftë, dikush i ka pas në 70 vite, tash i ka pas 35-60 vite, e të ngjashëm. Mirë po, llogariti po kthehemi pak në kohë. Sa jemi kujdesna? Edhe sa kujdesmi tash për gjendjen tonë. Shpesh herë nështë që të vërejtë unë ja bëj mërgjimtarëve, kërkoj të më mirë kuptojnë mërgjimtarët. Për shembull, shpesh herë ndihmat i çojnë për shtete tjera. Kurbanat, zekatin, vitrat. Po ku të shkosh në përbot ka fukara, vëllezër. A mo ti ki këtu në venin tonë ki? Në venin tonë ki jetima, ki fukara, ki tonë. Aq ma tepër nëse i ki farefis, tani të shtohet përgjithësia. E po tani kur vish në pushim, i bjen që unë po hupi kohë. Po me hup qitë kohë, se vap është, kjo nuk është humbje kohës. Kjo është me ditë gjendjen faktike të shoqërisë. Si do qoftë, shumë çka kam për të thonë, këtu po, këtë duhet me kuptu, këtë porosi nga aspekti që Allahu xhelel xhelal po trajton. Pas për kujdesjes së aspektit emocional të jetimit, Allahu na sugjeron, madje na i tregë vërejtjen që jetimit kujdesshëm me mallin e jetimit. Mos ja keq përdormi mallin e jetimit, pasurinë e jetimit, sepse është tejet gjunah i madh. Pra, me prioritet për neve është rujtja e pasurisë së jetimit, apo çasja e ndaj pasurisë praktikisht kujdesi që mos me keq përdor pasurinë e jetimit. Shumë ka citate për këtë, thot Allah në surën Nisa citatin 10. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Allah thot, malli të jetimit, kapitali të jetimit, qasnju me qasin më të mirë, me njetin më të mirë. Çka i bjen? Po që i bie se nëse agja e kanë për kujdesi e jetimin, fëmijën e vllat, ose kusherini, ose na një jetim më larg që është. Pra kujdes mallit jetimit, qasju me një qasje të mirë, me njet të mirë, që mallin e jetimit mjashtu, jo me bahise tonën e me keq përdor. Hata yeblugu ashudde, derisa jetimi pra të arrin moshën madhore, kujdes qasjes ndaj pasurisë së jetimit. Kjo vërtet ka kanë surët al-An'am, citati 152. Ndërsa në surët an-Nisa Allah thot: "Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatimi dhulma", ata që e han mallin, kapitalin e jetimit padrejtisht, inma ya'kuluna fi butunihim nara, ata e kanë mush stomakun, barkun e tyre me zjarr, ose yaslawna sa'ira. Dhe këta kanë një nënshtruar një dënimi të rrep në zjarrin e xhenemit, i cili ndizet fort. Allahu po thot, ata të cilët e han mallin e jetimit padrejtisht. Jetimi thamë është i dopt, jetimi jo pa krah, jetimi jo pa forcë, e nana e jetimit hala më e dopt. E baba ju kalon kapital, ju kalon mall. Ai i cili kujdeset për ta, ose hiç kujdeset, po don me ja u keq përdor. Edhe kjo ndodh. Pra qoftë varianti i parë, që dojna me këshy një jetim, me njet mja keq përdor pasurinë, ose hiç mu kujdes, po mja shpërdor pasurinë e tij, Allahu po thot, le ta dinë ata që e kanë mush barkun e tyre me zjarr. Prandaj kujdes për mallit të jetimit. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu lidhur me këtë, po ashtu në surën Nisa në citatin e dytë, "Wa atul yatama amwalahum", jetimve epnjau pasurinë e tyre. Që i bie se kur të ndaheni vëllezërit, një prej vëllezërve ka vdek, kalon fëmin, jetim, atëherë epnjau mallin e tyre
pa ja mangu atë ose atë që është drejt e tyre. Wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, mos ndodh që me e ndryshu të keqen me të mirë. Të mirën që kanë jetimet me të keqen që ju e keni. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dhe mos ndodh që kapitalin e tyre me përzimet juvin e pastaj ju me ngrënate. Innehu kana huban kabira, Allah thot, vërtet kjo është mëkat i madh. Është gjuna i madh me keq përdor pra kapitalin, mallin e jetimit. Në një farë forme, pra me bohise kapitalin e jetimit me hisën tonë dhe mos m'ia dhon jetimit pastaj përqindjen që i takon, fitimin që i takon. Ai është fëmijë, ai është i mitur, ai nuk e din sa ke fitu ti, si agj, ose daj, ose kusheri, ose i afër. E ke marrë mallin e jetimit me tregtu me te. Kujdes pra, sepse ja sheshirin. Po ashtu të ndershëm vëllezër, gjithsesi që edhe fëmijëve jetim t'u jepet prioritet, tham edhe në qasje një jetë. Shumë ka citate që flasin lidhur me këtë citat po e përfundoj për shkak kohës së ngushtë, përndryshe ka shumë citate në Kur'an. Në suratul Insan citatin 8, Allahu kur i lavdëron robët e mirë thot: "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi." Robët e mirë të Allahut i ushqejnë me ushqim të tjerët. Kush janë ata? Miskinën, varfënjakët që s'kanë. O jetimen i ushqejnë jetimet, o esira edhe sklavët. Suratul Insan, citati 8, Allahu po i lavdëron robët e mirë që i ushqejnë me ushqim të varfrit, jetimet edhe sklavët. Pra që i bie të ndershëm vëllezër se prej mirësisë që Allahu xhelle xhelaluhu na ka porositur është pra në çdo bamirësi, në çdo vend, kisha më thonë çdo sektor të bamirësisë në jetën shoqërore, jetimet janë pjesë e atij sektori. Që i bie se ep ju prioritet, më tepër se sa të varfërve, sepse i varfëri mundet me i pas prind. I varfëri mund me kom fukara, po i ka prind, ndërsa jetimi nuk e ka babën. Prandaj epi prioritet, kështu arrin shpërblime të mëdha tek Allahu xhelle xhelalu. Me ndihmën e Allahut, pjesën tjetër ose gjëratën e ardhshme do të flasim si i ka trajtuar pejgamberi alayhis jetimit dhe me çfarë na porosit. Allahu na mundsoft me u kujdes për këtë pjesë të shoqërisë dhe me qenë prioritet në jetën tonë të përditshme, me qëllim që të arrijmë gradat dhe shpërblimet për të cilat ka folur pra feja jon në raport me jetimin. Zoti shpëlit për vëmendjen, alhamdulillah.